4 finalistët Miri, Matteo, Selin dhe Rogerti janë në garë për çmimin e madh, ndërsa sondazhet e fundit online po japin një ide të qartë për favoritët. Nëse deri me sot thuaj nga sondazhet se fituesi ndahet mes Selin dhe Mirit, duket se ky sondazh ka përmbysur gjithçka. Sipas një sondazhi me mbi 149.000 votues, Matteo kryeson me 52% të votave, duke marrë 77.350 vota dhe duke u renditur si kandidati kryesor për fitore. Pas tij vjen Selin me 45% ose 67.629 vota, duke mbajtur ende gjallë garën për vendin e parë. Ndërkohë, Miri ka marrë 3% të votave, 3.762 vota, ndërsa Rogerti mbetet i fundit me vetëm 1%, 1.161 vota. Me këto rezultate, Matteo shihet si favoriti kryesor për të fituar Big Brother VIP Albania sonte, megjithatë gjithçka mbetet për të vendosur në spektaklin final live, ku çdo gjë mund të ndryshojë në momentet e fundit.